Tirana ka bërë një rrugë të gjatë për të ardhur këtu ku është sot. Është mjaft e gjallë e një kryeqytet që ndryshon dita ditës. Dhe po bëhet një medalion krenarie për të gjithë ne. Që themi, jam nga Tirana, jetoj në Tiranë, punoj në Tiranë dhe mikpres miq në Tiranë. Nga ana tjetër, siç mund ta dini shumë mirë, tashmë jemi në fund të mandatit të tretë të qeverisë son progresive dhe presim me padurim një fushat mjaft tërheqëse zgjedhore për të marrë mandatin e katërt dhe për të përmbushur misionin që kemi marrë me shumë seriozitet që nga dita e parë për ta çuar Shqipërinë në Bashkimin Evropian e për t'i dhënë fund më së fundi një historie të gjatë marginalizimi, diskriminimi e gjithçka tjetër që mund të shtoni vetë. Jemi bekuar që kemi lindur në zemër të Evropës, por po kështu, në të njëjtën kohë, kemi qenë të mallkuar, sepse kemi qenë të izoluar e çkëputur nga Europa dhe nga rrugtimi drejt Europës për një kohë kaq të gjatë. Është koha jonë tashmë, është momenti ynë, është shansi ynë, është mundësia jonë e madhe për ta përfunduar këtë punë dhe për të nxjerrë maksimumin e këtij shansi të jashtëzakonshëm që na paraqitet si një mundësi mjaft faktike për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian. Që kur dolëm nga maksi i diktaturës komuniste, kjo është era e parë që shohim një mundësi reale për t'u bashkuar me Bashkimin Evropian dhe që është tani. Yjet janë në drejtimin e duhur, yjet tanë, yjet e BE-s. Ndoshta jo për të njëjtat arsye, por çka është e rëndësishme është që yjet janë të raditura si duhet dhe ne mund të hedhim hapin. Sa për t'ju dhënë një ide për atë që po flas, mbani parasysh që të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor duan të bashkohen me Bashkimin Evropian. Ne kemi qenë shumë pas edhe kur erdhëm në pushtet, na u tha që pararoj ishin Serbia dhe Malizi. Ata i nisën negociatat kohë më parë. Mali, Izi, si negociatat në 2012, Serbia në 2014, ndërkohë që ne sapo i kemi nisur vitin e kaluar. Por ajo çfarë kemi bërë, pasi jemi refuzuar, nuk e di, ndoshta 3 herë njëra pas tjetrës nga Këshilli Evropian për shkak të një vendi, a maksimumi 2 vende, që i vinin veto rekomandimet të propozuar të Komisionit Evropian për të nisur negociate. Kemi nisur të punojmë, që shkur kanë nisur negociatat. Pra, kemi punuar fort, ndërkohë që prisnim që negociatat esnin përpara. Pra, edhe pse kemi nisur negociatat vitin e kaluar vetëm, kemi një kuadër mjaft ambicioz dhe një objektiv mjaft ambicioz për cilin kemi rënë dakord me Komisionin Evropian për të përmbyllur negociatat në 2027.